Mbi 2100 qytetarë të Kosovës kanë fituar shtetësinë zvicerane vetëm brenda vitit 2025, duke u renditur kështu të 4/8 nga numri i naturalizimeve në Zvicër. Ndërkaq në total mbi 41.000 të huaj u bën shtetas të Zvicrës, e cila është shifër e ngjashme me atë të vitit 2024 për më oltë krahasuar me vitin 2006, kur ishin rreth 46.000 naturalizime. Siç është raportuar nga mediat zvicerane, numri i naturalizimeve ka qëndruar stabil me rreth 40.000, një shumë më e lartë se gjatë viteve të 90-ar kur kishte vetëm 11.000 naturalizime. E siç raportohet, gjysma e këtyre qytetarëve të rinj vinë në Zvicër nga Gjermania, Italia, Franca, Portugalia e Kosova. Numri më i madh i qytetarëve është regjistruar nga Gjermania me 8.980 të tillë, ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar janë vetëm 927 qytetarë të rinj. Ndërkaq nga Kosova, siç theksuam, janë regjistruar 2106 qytetarë të rinj, që kanë fituar shtetësinë zvicerane. Sa i përket katoneve, ai Zyrihut mban vendin e parë me mbi 1/4 e totalit, ku mbi 3700 qytetarë u naturalizua në këtë qytet. Në anën tjetër, katoni më i vogël u shënua me vetëm 14 naturalizime, në njërin nga rajonet e Zvicrës. Ender vite dihet qartë se Zvicra vazhdon të jetë një ndër vendet ku shqiptarët kanë gjetur shtëpinë e tyre të dytë, në shumë raste duke braktisur edhe Kosovën për të vendosur atje.